Ka nisur tashmë rikonstruksioni i hidrovorit të qytetit të Vlorës, një ndër problematikat ku sa herë kishte rreshje ka patur edhe përmbytje në qytet. Pre pak ditësh, rikonstruksioni i cili ka nisur pikë së pari me rrethimin e godinës, ndërkohë që sipas projektit do të përfshirë restaurimin e godinës së hidrovorit në pjesën e brendshme dhe të jashtme të saj. Gjithashtu do të vendose 4 pompa, 2 pompa do të jenë më të mëdha, ndërkohë që 2 pompa të tjera do të jenë më të vogla, të cilat do të shërbejnë si emergjence në raste me rreshje me intensitet të lartë. Ndërkohë që punimet do të zgjasin 6 muaj, vlera e secilës arrin 157 milion lekë. Me investime vlerë rreth 157 milion lekë ka nisur rikonstruksioni i hidrovorit të qytetit të Vlorës, një ndër veprat më të rëndësishme për përballimin e situatave të krijuara nga rreshjet intensive. Ky investim konsiderohet mjaft i rëndësishëm për qytetin duke patur parasysh problematikat e përsëritura ndër vite, ku rreshjet e dendura kanë shkaktuar përmbytje në disa zona të qytetit të Vlorës, duke sjellë vështirësi për qytetarët, por edhe dëme në infrastrukturë. Projekti parashikon rekonstruksionin e plotë hidrovorit duke përfshirë ndërhyrje si në ambientet e brendshme, ashtu edhe në pjesë të jashtme të godinës. Gjithashtu, pjesë e investimit është edhe vendosja e 4 pompave të reja, të cilat pritet të rrisin ndjeshëm kapacitetin për largimin e ujrave në rastet e rreshjeve me intensitet të lartë. Punimet kanë nisur prej pak ditësh dhe sipas afateve të përcaktuara në projekt pritet të përfundojnë brenda 6 muajve. Pas përfundimit të tyre, synohet që sistemi i kullimit dhe menaxhimit të ujrave të funksionojë në mënyrë më efikase, duke reduktuar rrezikun e përmbytjeve. Në fakt, hidrovori i qytetit ka qenë shpesh në qendër të kritikave për shkak të problemeve të shfaqura gjatë ditëve me moto të përkeqësuar. Jo pak herë, rreshjet intensive kanë sjellë përmbytje në rrugë dhe në lagje të ndryshme të Vlorës, duke nxjerrë në pa nevojën për ndërhyrje dhe modernizim të sistemit ekzistues. Megjithatë, mbetet për të parë nëse ky investim do të arrijë të zgjidhë përfundimisht problematikat e krijuara me përmbytjet në qytetin e Vlorës, apo qyteti bregdetar do të vijojë të përballet me situata të ngjashme edhe në të ardhmen. Pritshmërit janë, pasi projekt konsiderohet i rëndësishëm drejt përmirësimit të infrastrukturës së menaxhimit të ujrave, por ajo pritet të shihet padyshim gjatë dimrit të ardhshëm.